Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e recetës së radhës. Sot po bëjmë gati një pogaçe, por një recetë pak më ndryshe, ideale për sezonin veror, për ta shoqëruar për një mëngjes ose për një pasdite të këndshme me familjen e juaj. Fillimisht në një enë më të madhe dhe më të thellë, do të shtojmë 4 vezë të plota në ambient të dhome. Tani tek vezët vazhdojmë një herë që ta shtojmë qumshtin. Qumësht do të shtojmë 400 ml, qumshti është i ftoftë. Pasi e shtojmë qumshtin të vezët, vazhdojmë që në këtë recetë shtojmë edhe kos. Kos në total do të shtojmë 200 gram. Pasi shtojmë edhe kosin, vazhdojmë që të përzihen mirë, që të lidhen një herë këto 3 përbërës që i kemi shtuar brenda tek ina. Tani vazhdojmë dhe shtojmë vajin. Vaji në këtë recetë do të na duhet vetëm 100 ml. Mund të përdorni edhe vaj ulliri. Vazhdojmë tani që ta shtojmë miellin. Miellin do ta matim me gota. 3 gota nga 250 ml gotat, i mbushim plot me miell dhe vazhdojmë që t'i shtojmë tani tek ina, ku jemi duke formuar brumin. Pasi e shtojmë miellin, vazhdojmë që të shtojmë një pak pluhur për pjekje ose fryrës për ëmbëlsira. Shtojmë edhe një lugë të mesme me kryp. Dhe vazhdojmë përzijejmë edhe një herë, derisa masa na bëhet një masë mirë homogjene. Masa e brumit është gati, duhet të formohet një masë e tillë, jo shumë e trash për këtë lloj pogaçe që po e bëjmë gati. Tani vazhdojmë që ta përgatisim mbushjen. Për mbushjen e kësaj pogaçe kemi nevojë edhe për djathë të bardhë. Ju mund të përdorni çfarë do lloj djathi që ju keni dëshirë, por unë në recetat e mia gjithmonë zgjedh kualitet dhe ajo që i besoj unë më shumti është djathi nga marka Pënar. Në total do të përdorim 180 gram djathë të butë. Vazhdojmë që ta marrim djathin dhe ta shtojmë në një enë. Me ndihmën e një piruni do ta shtypim mirë djathin derisa të formohet copëza të vogla. Për t'ia shtuar me shumë shijen dhe për ta bërë më verore, do të shtojmë të djathi fleta qip të njuma të prera imët. Mund të shtoni sipas shijeve të juaja, aq sa keni dëshirë ju, mund të shtoni. Por mund edhe ta lini anësh nëse nuk ju pëlqen shija e qipëve të njuma. Dhe me ndihmën e pirunit përzijejmë edhe një herë derisa djathi të bëhet bashkë me fletët e qipëve të njuma. Tani tek brumi vazhdojmë që ta shtojmë pjesën që përgatitëm me qipë të njuma dhe me djathë të bardhë. Dhe tani masën që e përgatitëm vazhdojmë që ta shtojmë një tepsi mesatare, por mos harroni që tepsin ta lyeni me pak gjalp ose me pak vaj. Tani marrim një të kuqe të vezës, e përzijemi mirë dhe vazhdojmë tani kështu sipër pogaçes, të shtojmë nga pak, duke e bërë kështu me vija, duket më bukur, të merr një ngjyrë më të bukur gjatë pjekjes, po ashtu edhe të na shijon më shumë. Për t'ia shtuar edhe më shumë shijen pogaçes, sipër i shtojmë susan. Vazhdojmë tani që ta pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë, do ta pjekim pogaçen diku afërsisht 35 deri në 40 minuta, derisa të merr një ngjyrë të artë. Dhe pas 35 deri në 40 minuta në furrë, pasi që pogaçja ka marrë një ngjyrë të artë, është pjekur mjaftueshëm, e largojmë nga furra, por para se ta shërbejmë, lejojmë që të ftofet diku 5 deri në 10 minuta dhe pastaj është e gatshme edhe për ta shërbyer. Pogaçja është gati, e kam prerë në copëza të vogla dhe do të vazhdojmë që ta shërbejmë dhe ta shijojmë për një mëngjes me familje. Nëse e provoni dhe ju, ju bëft mirë. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.